Faleminderit Edi, faleminderit që na kemi këpritur me rastin e këtij samiti dhe urime për rezultatin e zgjedhjeve. Vërtet edhe për këtë rrugtim europian e besim që shpreh tek Europa. Faleminderit dhe kam kënaqësi që ju shoh të gjithëve këtu me rastin e samitit të 6 të komunitetit politik europian e i pari që zhvillohet në Ballkan. Faleminderit për këtë mikpritje, po kështu edhe që na kujton se pas ëndrrës europiane dhe asaj çfarë na bashkon nuk është vetëm gjeografia, por edhe mitologjia, historia dhe rrugtimi që kemi bërë. Ju referove rilindjes, iluminizmi, kulturës, gjithçkaje që na ka frymëzuar. E megjithatë, jemi këtu sot në kohra ku jetët e vendeve tona, e situata e kontinentit ton i sjell paksa seriozitet këtij takimi duke pasur parasysh se sa e lartë është steka. Në fakt, në raport me këtë seancë, më lë mbres diçka e pashëmbullt që në fakt ka një sfidë të gjitha format e sigurisë së Europës dhe të mbledhurit përtej Bashkimit Evropian dhe mbledhja me të gjithë krerët e shteteve dhe qeverive që përfaqësojnë këto vende, kjo na jep shansin e një kontinenti më të gjerë. Na jep shansin që të përballemi me sfida e ta bëjmë këtë së bashku, në unitet, duke pasur parasysh rrezikun e dasisë që na kërcënon. Natyrisht, përparësia politike është gjeostrategjike, ka rreziqe natyrisht të ndasive, të luftës në Europë, ndonjëherë ka edhe kërcënime të unitetit. Natyrisht, pikë së pari është lufta e agresionit rus në Ukrainë dhe Volodymyri e di se sa shumë jemi krahti solidar. Kemi bërë së bashku me Kierin, Donaldin dhe Friedrichun. Kemi krijuar koalicionin e të vullnetshmëve dhe është shumë e rëndësishme që të mbështetet. Ukraina do të mbështetet pikë së pari armëpushimi, edhe në qoftë se duhet thënë, orët e fundit Rusia nuk e do këtë armëpushim, por trysnia e europianëve dhe amerikanëve do ta bëjë. Nuk do të ketë armëpushim spontan. Rusia sidoqoftë duhet u kthehet diskutimeve që u mbajtën në 2022. Natyrisht, kjo do të thotë që duhet të këmbgullim në mënyrë që të sigurojmë një paqe të qëndrueshme në Ukrainë.